makinave. Je një nga ata njerëz që ke pësuar rreth 20 aksidente rrugore. Ka rujt Zoti? Do s'kan qenë gjitha rrugore, kanë qenë edhe me kuaj edhe me... Me kuaj, me motor edhe me makinë? Po. Mirë, ato ishin mjetet e kohës. Në kohën që s'kishe makina, i hypëm në kalit. Jo, se kur më the Anisa, okej, në rregull do të xhirojmë bashkë edhe do ta marr unë makinën tash. Jo, ky njeriu që ka bërë 20 aksidente. Jam shumë super i sigurt asnjë aksident s'ka qenë për fajin tim mirë, që ta dish, sepse unë jam shumë i kujdesshëm, pavarësisht se mund të drive çik fast, po përgjithsisht respektoj rregullat edhe sinjalistika dhe për më tepër njoh shumë mirë mjetin të cilit i hypi. Domethënë, unë nga pikpamja mekanike asnjëherë nuk e lëm mjetin në drejtë të fundit. E konsideroj një gjë shumë kardinale që ai që hypën në një makinë duhet ta njohë mirë cilësitë e asaj makine.